Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në Kritika në 60 minuta. Sonte ndalemi te një nga temat më të ndjeshme dhe më themelore të jetës sonë, që është familja. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, ku liria individuale po zë gjithnjë më shumë hapësirë, lind një pyetje e rëndësishme. Apo bëhemi më të lirë apo më të vetmuar? Nga mendimi I lashtë që e vendoste familjen në qendër të gjithçkaje, deri te realiteti sotëm, ku secili kërkon rrugën e vet. A kemi arritur një ekuilibër apo kemi humbur diçka thelbësore? A është familja sot më e fortë në zgjidhje apo më e brisht në lidhje? Këto dhe shumë pyetje të tjera do t'i shtrojmë sonte në një diskutim të hapur, të thellë dhe të sinqertë, së bashku me Pilon. Ju ftojmë të reflektojmë për familjen mes dashurisë dhe lirisë. Mirëmbrëma Pilo. Mirëmbrëma Alma, mirëmbrëma miqve tanë që na ndjekin çdo javë në emisionet tona. Është kënaqësi që tashmë emisioni jonë është bërë I përjavshëm, ku çdo javë ne diskutojmë një temë të re dhe shumë të rëndësishme. Dhe unë do të nisja. Filozofi kinez Konfuci thoshte: dashuria nuk mbahet me forcë, por rritet me kujdes. Por sot lind një pyetje e vështirë. Se prindrit që japin gjithçka, në fund ndihen të vetmuar. A kemi ndryshuar ne apo ka ndryshuar vetë ideja e familjes? Kur lindi ideja e detyrimit ndaj prindërve, Pilo? Alma, nëse do flasim për Konfucin dhe idenë e tij, Konfuci është një filozof I madh kinez, I cili ka jetuar në shekullin e 5 para erës sonë. Fjala Konfuci e përkthyer në gjuhën latine, do me thënë mjeshtër I madh. Pra ai ishte një filozof që gjërat I nxirrte nga praktika. Në atë kohë, kur ka filluar prona private, Konfuci nuk e shikon familjen si pronësi. Atë që shumë herë dhe sot neve shqiptarët themi kë është gruaja ime. Por e shikon si një marrëdhënie që kërkon ekuilibër. Ai thot në ato filozofit e tij, dashuria, thot ai, nuk duhet të bëhet varësi. Aftësia nuk duhet të bëhet mbytëse ose mbytje. Sakrifica nuk duhet të kthehet në pritje shpërblimi. Familja është lidhje, nuk është zotërim. Pilo, pse prindrit shpesh ndihen të zhgënjyer në fund? Dëgjoj Alma, këtu kemi dhe përvojën tonë, tani ka ndërruar përvoja, po këtu flasim më shumë për prindrit tanë. Bilet që të them edhe kështu tamam hapur. Vetë më ke thënë që Pilo dua që të dy prindrit e mi t'i marrë në Londër. Më ke thënë as më ke thënë? Po. Kjo është një dëshirë e jotja. Patjetër. Por, po të marrim parasysh këto që thot Konfuci, nuk është se nuk duhet t'i marrësh prindit duhet t'i ndihmosh, por jo të mosdoshmërisht, thot Konfuci. Mirë, por neve shqiptarët, duke qenur ekonomikisht të dobët, duke mos pasur në ato kohërat tona edhe pronë private fare, duke rritur një fëmijë me shumë mundime, por në heshtje prisnim që kur ne të plakeshim, fëmijët të na mbanin. Dhe ky është një paradoks që në mendim, sepse fëmia nuk është një borxh. Ai është një vazhdim që ti e rrit, ai hap krah për të fluturuar dhe ikën. Mund të Kur dashuria, thot Konfuci, Pilo, pritje, mund të nuk më të dëgjojmë duket. Pilo, mund të ndërpres. Po mirë, më fal,
pa përsëritur edhe një herë si the Kur dashuria thot Konfuci, kthehet në pritje, domethënë më dhe, ose të dhash dhe duhet këtë të ma kthesh pas 30 vjetësh, kjo thot e rëndon, thot ai. Domethënë Jo, është një peshë, se çfarë the përpara kësaj fjalie. nuk është të borxh fëmia, thot ai. Dhe ky është paradoksi, sepse Po mirë, fëmia prindi, po prindi është, çfarë është prindi? Është thes? Thes me rër? jo, prindi nuk është thesmerar, prindi është prind, i cili lindi dy fëmijë të vetëm, i rriti, fluturuan dhe ikën. Kjo është filozofia e tyre dhe kjo është filozofia e kohës sot, Alma. Më duket se ke internetin e dobët, Pilo, sepse më ke ngelur fiks nuk lëviz. Po unë veten time e shikoj shumë mirë. Ja, tani okej, në rregull. Ai shikon ti mirë. Po. Dakor. Në rregull. Okej, mund të vazhdosh. Më fal se të ndërpreva, po. Po. Këtë Konfuci e thot që përpara gati 2500 vjetësh, Alma. Dhe dihet që ai ka qenë një shkencëtar, ka qenë një filozof, nuk ka qenë një njeri i zakonshëm. Ndonse historikisht, po të studiosh jetën e tij, nuk ka qenë një njeri i shkolluar, por ishte një njeri i cili babai e la që 3 vjeç dhe ai arriti më vonë që të hapte shkolla të tilla që kishte deri në 3000 nxënës, 3000 studentë. E di se ç'do të thotë. Nuk ishte siç janë universitetet sot që mbarove për pedagogji apo për filozofi. Po. Konfuci i ka më tepër idetë e tija nga praktika. Alma. Okej, Pilo, të ndalemi pak tek mësimi i parë, vazoja me ujë. Çfarë do të thotë kjo për familje moderne? Këtë desha të them, jo këtë që pyetje që bëre, po këtë desha të them. Konfuci nxjerr gjërat nga praktika. Dhe ai thot kështu, marrim thot një gotë me ujë, thot dhe në qoftë se vazhdimisht i hedhim ujë asaj gotës, çfarë ndodh thot ai në atë gotë? Ja ta them unë çfarë ndodh. Nëse do t'i hedhësh njërë sot dhe njërë mbas 3 muajsh, do avulloj dhe do ketë gjithmonë vend për të shtuar ujin. Nëse t'ja hedh për ditë, atëherë do të derdhet. Po pra, këtu e ka edhe ai filozofinë e tij. Domethënë, në qoftë se ti e mbyt fëmijën tënd, gruan tënde, motrën tënde me atë filozofinë tënde ose me atë urdhrin tënd të përditshëm, fol, është një lloj si punë, pastaj fillon të derdhet. Bëhesh i pavlefshëm, bëhesh domethënë i pa respektuar, janë shumë gjëra në të. E ke kapur në një prizëm shumë delikat sot, po raporti prindër-fëmijë nuk është vetëm ky ama. Gjithsesi. Shiko, ai kap gjërat praktikisht. Ideja e Konfucit është kjo që jepi liri atij tjetrit. E ka fjalën për fëmijën, për familjen, për gruan, për nënën, për baban. Këtë neve vazhdimisht mundohemi ta lidhim me veten, Alma, me Shqipërinë, si më thënë. Sepse neve kemi pasur familjet e mëdha, po këto kanë qenë dhe për shumë arsye të tjera. Arsyet e tjera ka qenë që ai kishte 4 fëmijë ose 5 fëmijë ose 7 fëmijë, i kishte të martuar me fëmijët e tij dhe fëmijët e fëmijëve. Pse? Sepse ishin krijuar familjet e mëdha për të ruajtur dhe territoret e tyre. Për të ruajtur pronat e tyre, për të ruajtur familjet e tyre, gratë, fëmijët e njëra tjetrën. Ndërsa në kohën e sotme kanë ndryshuar gjë, prandaj edhe ideja e Konfucit sot është më praktike. Konfuci na ka dhe një ide tjetër që quhet teoria ose filozofia e dy pemëve. Dhe çfarë thot ai? Në praktikën e tij dhe në filozofinë e tij. Në qoftë se mbjellim thot dy pemë ngjitur njëra me tjetrën, degët e tyre do kërleshen, do bëhen bashkë. Dhe nuk do kemi fruta. Dhe prandaj lindi dhe ideja, jo se lindi nga Konfuci, po lindi dhe ideja që pema me pemën mbillet lart dhe bile pema krahasitet
që të marrë ajër, që të marrë dritë. Duke marrur dritë, ajo edhe degët e saj zgjaten, filizat, si me thënë, edhe prodhimi është më i bollshëm. Pra, në këtë rast ai flet për familjen, nuk e ka rastin për pemë. Por thot, një baba i mirë dhe një nënë e mirë nuk kërleshën të dy dhe t'i mbajnë edhe fëmijët mbyllur aty brenda, si duke u bërë të gjithë aty brenda, nuk ka as prodhim, as mirëkuptim, as dashuri, domethënë çdo gjë bëhet e mbytur, si më thënë. Do me thënë afërsi e tepërt, të themi? Po. Krijon lodhje. Po, lodhje. Krijon lodhje, nuk krijon dashuri. Okej. Edhe një grusht me rër, Pilo? Edhe këtu prapë Konfuci ka atë filozofinë e tij, që është e thjeshtë, po është shumë filozofike nga praktika. Nëse thot marrim një grusht me rër dhe e shtrëngojmë fort, çfarë ndodh? Ndodh ajo që rera ikën në mes gishtave, thot ai. Po. Dhe duke ikur në mes gishtave, do mbetet në dorë vetëm aq rër sa zotëron vetë dora. Pra, edhe për familjen. Nëse rëra do ishte e thatë, Pilo, po nëse rëra do ishte e njom, ajo nuk do të binte. Edhe e njom, po të jetë ajo prap do iki. Dora do mbaj aq sa mundet, nuk mund të mbaj më shumë, Alma. E drejtë është ajo dhe pyetja që thua ti. E drejtë është do mbaj më shumë. Plus që do jetë edhe e lagur. Domethënë që ose do ta marrë filozofikisht, e the shumë bukur atë, duke qenë e lagur, nuk do jetë më e pjekur, më e mençur, më e mirë, më e bukur. Ndërsa kur është që rrëshqet dhe ikën, mbetet në dorë ajo pjesa më e bukur, ajo që zotron vetë dora. Pra edhe në një familje nuk bëhet, ajo jetohet lirshëm. Bravo. Ata që mbeten aty, gjithë qëllimi aty është që të jetojnë lirshëm. Domethënë të mos i mbytësh ti shtrëngosh. Pilo, po në kulturën tonë tradicionale shqiptare. Si Alma, e drejtë, ke të drejtë. Bile, kjo ishte ajo pyetja, sepse dem tani po bëni filozofin e tij, po në fund të fundit neve na duhet kjo pyetje që bëre tani. Në shumicën e qytetërimeve, morali familjar ka lindur si një nevojë mbijetese, për të mbijetuar. Është edhe ajo që tham pak më përpara. Domethënë, ti kishe 2 fëmijë, kishe 2 djem të rritur dhe burrin 3. Duke qenë 3 veta, nuk guxonte kush do të kollaj të vinte, jo të dhunonte, po të vinte një pul, si më thënë. Aristoteli e shikonte familjen si njësi bazë të shoqërisë. Pa familjen, edhe bile nga këto kanë lindur edhe teoritë e tjera që edhe shteti është një familje madhe, kështu thuhet. Mirë po, Konfuci e ngriti në një nivel detyrimi moral. Çfarë tha ai që arriti në këtë detyrim moral? Në kulturën tradicionale shqiptare, prindri është autoritet, ndërsa familja është bashkësi jetese. Për sot, familja nuk është një detyrim ekonomik, por një zgjedhje emocionale e gjithësekujt. Këtë mund ta themi edhe më praktikisht. Dikur, Evrozha nuk të linte të iknje të jashtë shtetit siç ikën sot. Mund të iknje nga një qytet në tjetrin, por ishe prap aty. Domethënë në çdo rast do të vinje te babai, te nëna. Ndërsa sot kanë ndryshuar disi gjërat. Njëri ikën del në Amerikë, që nga Amerika nuk mund të vijë kaq kollaj për të vajtur te babai i tij. Këtu kemi edhe disa shembuj. Jo vetëm që nuk vjen Pilo kur është gjallë, po edhe në momentet e fundit për ta varrosur të vi. Shembulli shqiptar është edhe Émile Durkheim, është një filozof francez i shekullit të 17. Pilo, një familje në veri të Shqipërisë jetonte me 3 breza në një shtëpi. Sot, nipi jeton në Gjermani. Po, kjo është ajo që tham pak më lart. Dhe jo vetëm, por edhe çiftet e reja sot nuk duan të jetojnë me prindër, por duan të jetojnë, ta bëjnë jetën të lirë dhe të vetme. Prandaj po themi, Alma, David Émile Durkheim, sociolog francez i vitit që, domethënë, i shekullit 1828, në mos gaboj.
1850 deri në 1917, quhej si arkitekt modern në shkencën e sociologjisë bashkë me Marxin. Ata krijuan teorinë e ndërtimit të familjes. Edhe Marxi që sot, shiko, edhe pse kapitalizmi e shan Marxin shumë, prapse prap ka shumë gjëra të marrura nga filozofia e tij. Emilie do ta quante këtë kalim nga solidaritet mekanik në solidaritet organik. Dikur njerëzit jetonin njësoj. Ishin të varur nga njëri tjetri. Ndërsa sot, po ta shikosh me vëmendje, Alma, ka ndryshuar gjërat, secili ka jetën e tij. Pavarësia është vlerë e tij. Kjo nuk është rënie morale, është transformimi apo negativ. Nuk dëgjova fare. Kjo është pozitive apo negative sipas tyre? Kjo është bashkëkohore, nuk mund të bësh ndryshe. Po. A kanë fëmijë detyrim moral ndaj prindërve, Pilo? Edhe kjo pyetje është që vërtet janë për të diskutuar gjërat. Emmanuel Kant, një sociolog, edhe ky i viteve 1700 deri 1800, ishte filozof gjerman. Ai formosoi filozofinë moderne perëndimore. Ata, domethënë, aty nga krijuan bazat e asaj që neve kemi sot, si më thënë. Kanti thot, morali nuk duhet të vijë nga detyrimi, por nga ndërgjegjja jote. Këtë do ta them një çik më praktike. Pak më parë të thash dhe kemi diskutuar bashkë, më the që dua që t'i marr prindrit. Po. Këtu është ajo tamam ajo që thot Emmanuel Kanti. Morali nuk duhet të jetë thot një detyrim. Pra ti nuk po i merr prindrit si një detyrim që ke për ta, po si pjesë e ndërgjegjjes tënde, për atë që ata kanë bërë për ty. Sepse është kohë që ata kanë nevojë. Jo, ti nuk e bën, shiko, ajo është njëra anë, por ti nuk e bën se ata kanë nevojë. Ti e bën nga ndërgjegjja jote. Pse? Po, nga ndërgjegjja, Pilo, më fal, nga ndërgjegjja ime, po, por ashtu ka ardhur një kohë sot, Pilo, që ashtu si fëmijët duan ta bëjnë jetën e tyre të pavarur, sot edhe prindrit kanë dëshirë ta bëjnë jetën e tyre të pavarur. Shiko, Kanti thot, nëse një fëmijë, atë që the ti tani, nëse një fëmijë kujdeset për prindin vetëm nga detyrimi që ka për te, pra ti nuk e bëre nga detyrimi, por e ke nga dashuria, ai detyrim, thot Kanti, nuk është dashuri për prindrin. Domethënë, e bën i detyruar nga rrethanat, si më thënë. Jo, unë e konsideroj të nevojshme, Pilo. Bravo. Ndërsa një filozof tjetër, Rousseau, thot që njeriu lind i lirë dhe marrëdhëniet duhet të jenë të lira. Ashtu siç në të vërtetë demokracia i pranon, me thënë drejtën tani. Pra, dashuria e detyruar është një konflikt. Pra që të jetoj unë me fëmijët e mi në një shtëpi, të jenë ata të detyruar të jetojnë me mua, ky është një konflikt, sepse shumë gjëra nuk përputhen ndërmjet nesh. Dashuria e zgjedhur, thot Rousseau, është lidhja e vërtetë. Kjo ndodh edhe për familjen, por kjo ndodh edhe për dashurinë që kanë për lidhjet martësore që bëjnë njerëzit. Nëse dashuria është e zgjedhur, ke përzgjedhur një njeri ti që të përshtatet në karakter, të përshtatet në mendime, të përshtatet në pamje, të përshtatet në filozofi, kjo thot ai është një lidhje e vërtetë. Ndërsa, nëse sot Alma ja të themi drejt gjëra, këtu tani do marrim Pilon për burr, se Pilua ka para. Aty pastaj nuk ka lidhje të vërtetë. Po nuk ka lidhje. Kjo është një tjetër marrëdhënie. Tani flasim flasim prindër fëmijë. Shiko, është një rrot, një tren që ecën vazhdimisht pa kthim mbrapa dhe kështu funksionon ka funksionuar dhe duhet të funksionojë në jetëve. Prindi të lind, të rrit, po për këtë prindi kush do mendoj?
në mëshirë të fatit. Teorirat e tilla, Alma, mirë është ajo që thua, po unë në mentalitet jam pak por teoritë e tilla, jo se s'ke të drejtë, po teoritë e tilla po i rrëzon koha. Mos të harrojmë që ne sot jemi fëmijë, por nesër do të jemi prindër. Dëgjoj, e vërteta është të prindër, do me thënë të pamundur, e kisha fjalën. Në këtë kohë tranzicioni, po të vësh re, të shpërndarë në përbot, njerëzit morën prindrit e tyre. Janë shumë që kanë bërë nga Shqipëria, po flasim për vete, për ne. Një till isha dhe unë, një till po kërkon dhe ti të marrësh prindrit e tjera. Morën motrat, morën vëllezërit. Do më thënë, ishe ti në një fshat të Greqisë, more vllain, more motrën, more tjetrin, dhe erdhi puna që sot as me vllain as me motrën ti nuk flet. Sepse jo se për e gabim. Ti nuk për e gabim. Por vllai ta quajti si detyrim, motra ta quajti si detyrim. Ndërsa në rastin konkret, siç thotë zotëria, ti je i lirë ti bën zgjedhjen tënde, por dhe vëllai yt duhet të kuptoj, Alma, që ti e ke marrur në Angli dhe ai ka jetën e tij, nuk duhet të ndryhyjë në jetën tënde. Gjë që neve shqiptarët nuk Jo, kemi filluar, mendoj që kemi filluar edhe ne shqiptarët tashmë. Normal. Preziri, sidomos preziri. Sepse koha është ajo që the pak më parë, dikur ishte si një domosdoshmëri, sot nuk është më si domosdoshmëri. Po, vërtet. Pilo, pse njerëzit son ndjen më të vetmuar? Shiko, Alma, nuk është se njerëzit ndjen të vetmuar, por problemi është që duke qenur vetëm, ata e përballojnë jetën vetëm. Në fakt, askush në këtë botë, edhe pse përballon jetën vetëm, nuk është vetëm. Mirë po, një mendimi i njeriut është që duke pasur një vëlla afër, kam një ndihmë. Kam një fjalë, kam një takim për një darkë, për një drekë, për një mendim, për të blerë një shtëpi, shumë herë këto gjëra dhe keq kuptohen. Por në fakt, njeriu lind i lirë. Kështu thot shkenca. Në fakt nuk është se po thot shkenca. Kjo është një vërtetë e madhe. Pilo, atëherë, një nën shqiptare i thot vajzës, unë jetova për ty. Tani është rradha jote të ma kthesh. A është drejtim? Këtu pra është ajo që tham pak më parë. Freudi për shembull ishte neurolog austriak dhe themeluesi i psikoanalizës. Në vitin, ai ka lindur rreth viteve 1860, 70, 80, edhe ka vdekur në Londër, ishte gjermano-austriak faktikisht. Freudi do ta quante këtë borxh emocional. Ti më bëre këtë të mirë, dhe unë do të bëj ty këtë të mirë, ose je detyruar ti të më bësh këtë të mirë. Mirë po, Freudi thotë, kur dashuria kthehet në borxh, ajo krijon faj, krijon dhe largim. Fëmia nuk largohet nga mungesa e dashurisë që ka për baban, për nenën, për motrën, për vëllain, por nga pesha e saj. Pra sepse i duhet të fluturoj. Është një lloj, si mund të ta shpjegoj kështu praktikisht si puna e Konfucit. Një nen apo dhe një baba në fole kanë 3 zogj. Ata vënë marrin krimba, lavra, edhe i çojnë aty që t'i han fëmijët. Në kohën që fëmia ve flatrat e tia, dhe i ikën. Sepse vetë e merr vet aty ushqimin ku të doj. Pra, edhe Freudi këtë thot, duhet thot që të mos e bëjmë nga detyrimi, por ta bëjmë nga dëshira, edhe ajo quhet dashuri prindërore.
Jo ajo që ti je i detyruar që me që babai të rriti, me që nena të rriti, ti kthesh. Dhe në fakt në kohën tonë ka diçka që dua ta them, s'më pëlqen ta them, po do ta them. Shiko, më tepër prindrit janë të lidhur pas vajzës sesa pas djalit. Nuk është e vërtet, mentaliteti shqiptar është në të kundërtën, xhanon, po Lëri se çfarë është. Shiko, vajza është ajo që e mban prindin deri në momentin e fundit më shumë se sa e mban një djalë. Faktet po flas. Në qoftë se do të marrë 1%. Pilo, do thosha diçka tjetër. Një moshuar në Shqipëri, po të sjell një shembull, u kthye në fshat. Nuk priti më telefonata. Filloi të jetoj. Çfarë ndodhi më pas? Si mendon? Si do të vazhdonte kjo histori? Ke ikur shumë thellë. Megjithatë vazhdojmë. Historia e fundit është shumë e fortë, Alma. Një moshuar në Shqipëri u kthye në fshat, tha ti. Nuk priti më telefonata, filloi të jetoj, çfarë ndodhi më pas. Fëmijët filluan ta kërkonin vetë atë baban. Kur babai nuk të përgjigjet, je ti ai që interesohet për te. E merr ti në telefon, ku është mirë apo s'është mirë? Ndërsa. O Pilo, të ndërpres pak? Po. Për çfarë arsye babai ikën vetëm në fshat, të jetoj vetëm dhe të jetoj larg fëmijëve? Nëse do ta kishte vërtet këtë përkujdesje, do të ishte larguar? Jo, kjo nuk ka të bëj, Alma. Jo? Ka diçka tjetër në këtë mes. Ka diçka tjetër. Babai nuk ikën në fshat sepse do të largohet nga fëmijët. Babai ikën në fshat sepse në fshat ai mendon që është më mirë për te. Dhe për mendimin tim tani flas gjithmonë, ai bën mirë që veten në fshat. Sepse atje ka dhe mundësitë e tij ai për të marrur me diçka. Ndërsa në qytet ai thjesht do jetë një parazit që vetëm do presi. Në fshat ai do jetë më aktiv. Por unë them këtë tjetrën, në atë idenë që patëm, që kur babai nuk i bie telefonit, ose kur babai nuk të mërzit ty, se babai nuk të mërzit, babai është aty në fshatin e ti, po punon, po jeton. Edhe për ty, po ta shikosh me vëmendje, është më mirë, sepse ti do ta ndihmosh baban, do t'i çosh diçka. Qoftë lek, qoftë do t'i çosh një njerëz që t'i pastroj shtëpinë një ditë, ose t'i prashiti kopshtin një ditë, ose por kështu edhe babai do jetë më i respektuar se sa duke qenur ditë për ditë me ty, ti do ta bezdisësh atë. Sepse vetë puna jote, babai, shiko, kur rritet njeriu në moshë, Alma, shkencëtarët e thonë këtë, por për këtë po e kuptojmë edhe vetë se po rritemi në moshë, flas për veten këtu. Jo se i pëlqen vetmia, por do qetësinë e tij. Pse? Sepse ai nuk është i ri dhe i zdërvjellët që për çdo gjë të ngrihet braf në këmbë për shembull. Dhe nuk ka dëshirë që ti t'ia prishësh atë momentin e qëndrimit, ose të parjes së një filmi, ose të bërje një diçka sipas dëshirës tija. Pilo. Ndërsa në rastin konkret, kur ai është në shtëpi, vjen fëmia jot nga shkolla, ja prish qetësinë atij. Vjen nusja e djalit, ja prish qetësinë se vërtet fëmijës. Pra, janë ca gjëra që vërtet është mirë sipas filozofëve që flasin. Edhe është e vërtet ajo që kjo filozofi e kohës së sotme është kjo që dashuria ndaj prindrit nuk është sepse ti ke borxh atij. Dashuria ndaj prindrit është ajo që ti i jep atij jo atë që ai të ka dhënë, atë që ti mendon që duhet t'i japësh. Unë mendoj që këto gjëra janë akoma të thella, Pilo, po këtu kemi mesazhin e Sara Kasos, e cila thotë:
Unë e konsideroj të nevojshme të shikojmë prindrit, por ata duhet të kuptojnë që ne jemi të rritur dhe të pjekur, pra duam hapësirën tonë që duhet të respektuar për jush. Bravo. Shiko, edhe kjo është tamam filozofike. Është tamam ajo thënia e Konfucit që duke pasur dy pemë bashk ngatrohet degët. Pra, vajza jote apo vajza ime, se po e flasim praktikisht kështu si për të nxjerrë atë idenë, ose Po. Duke qenur me ty apo duke qenur me mua, unë duke qenur, nuk po them një shekull mbrapa, por duke qenë një brez tjetër, nuk e kam kaq të lehtë ta pranoj që vajza ime të iki në orën 7 në darkë ditën e shtunë dhe të kthehet në mëngjes. Unë ndoshta nuk do t'i bërtas dot. Prandaj thot ai që dy degët përzihen. Por në mëngjes kur të vi vajza do të rri me turion. Kjo është ajo. Pastaj kjo nuk është me dashuri. Kjo pastaj thon bëj si them unë. Por kur ajo është në rregull dhe ti je në rregull, por edhe neve si prindër, që jemi mosh më e madhe se ata, ose që jemi prindrit e tyre, nuk duhet t'i shtërngojmë për të transmetuar idet apo kërkesat tona. Liria që ti i jep është ajo që e bën atë edhe më të pjekur. Është ajo që thot populli, ja kemi shumë të mirë neve fjalën tonë. Një frut që rritet në hije, thot populli, ngelet gjysmak. Po. Pra, kërkon lirinë e ti, sepse duke u përplasur në jetë, edhe fëmia duke u përplasur në jetën e tij, domethënë, ore vajza jote, vajza ime, djali jot, djali im, ikën në moshë 18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç, edhe del në Amerikë, ti nuk e ke, vetëm kur e merr vesh ti, që ai edhe një universitet e ka mbaruar atje, dhe një punë të mirë ka gjetur, dhe një vajzë të mirë ka gjetur. Në një kohë që ti kur ishe aty, djali jot, thoshe, ky kungull ka për të mbetur, sepse unë i flas se ky s'dëgjon. Po ti nuk mund të kesh horizontin e gjithë botës ti në trurin tënd. Duke ju krijuar mundësia, ai ecën përpara. Unë më t'jap edhe një shembull, Alma. Djali im në Greqi punonte në një ndërmarrje gjermane dhe në të gjithë Greqinë ishin 12 vende pune. 12 vende pune kishte gjithë Greqia. Kur erdhëm këtu, përpara gjithë atyre viteve që kemi, si ajo punë që kërkonte djali im, ishin 1800-2000 punë. Pra, ishte një hapësirë që kishte të drejtë edhe të zgjidhte, ndërsa në Greqi nuk kishte të drejtë të zgjidhte. Pra, i duhej dhe liria që të mund të ecte. Po. Pilo, Konfuci na mëson, mos kërko të duan, bëu i denj për dashuri. Ndoshta problemi nuk është se fëmijët largohen, por se ne kemi frikë t'i lëmë të lirë. Sepse në fund, dashuria nuk është aftësi fizike, por një lidhje që nuk prishet nga distanca dhe ndoshta e vërteta më e madhe është kjo, sa më shumë të jetojmë jetën tonë, aq më shumë fëmijët do duan të jenë pjesë e saj. Çfarë bën këtë version? Shiko, jo pa qëllim, të kemi parasysh, Alma, këtu në kohën e Konfucit, domethënë 2500 vjet përpara, nuk janë këto kushte jetese që kemi sot. Edhe shikoj që filozofia ka nxjerrur tjetri që i shërben dhe të sotmes. Po. Konfucia thot shqeto fare dhe bukur dhe pa filozofira të mëdha që të lodhi trurin. Ai thot mos u impono, kultivo veten. Po ta zbërthejmë këtë. Ai thot mos u mundo ti imponohesh vajzës tënde apo djalit tënd. Por shiko veprimet e tyre dhe kultivoju edhe ti, sepse edhe ti ke nevojë të marrësh të reja të ditës sot. Ndërsa Aristoteli thot, lumturia vjen nga jeta e plot, jo nga varësia. Domethënë, jo të rrijë fëmia jot në hijen tënde. Të gjitha këto
të nxjerrë dhe të kuptosh që Enrik Fromi, që kemi thënë dhe një herë tjetër, që është edhe ai sociolog humanist gjerman-amerikan, dashuria thot është art, kërkon pjekuri, jo nevojë. Kjo kërkon edhe shpjegim pak a shumë, Alma. Kërkon pjekuri dhe jo nevojë. Do ta marrim nga të dy anët këtë. Domethënë, kur themi që nuk kërkon nevojë, është ajo që babai ka nevojë për djalin. Jo. Sepse në kohën e sotme, edhe ai babai ka nevojë, dakor. Por ai babai ka punuar gjithë jetën e tij dhe ka një pension të mirë dhe jeton i qetë në jetën e tij. Edhe pse ka në këtë moshë, prap, edhe ai, po dhe i biri, që do të duhet, siç themi ne, të mbaj djalin e tij, edhe djali kërkon pjekuri. Nuk kërkon që ti baban ta ndihmosh vetëm nga nevoja. Sepse Konfuci thot ta ndihmosh nga dashuria. Pra, prindi nuk duhet të jetoj për fëmijët, por duhet të jetoj për veten e tij. Sepse neve shumë herë i ngatërrojmë gjërat dhe kemi atë detyrimin, deri dje të rrita unë, tani derisa të vdes do më mbash ti. Po jo, mërë zotëri, se nuk është kështu. O Pilon, nuk them, shikon, e di si është muhabeti, më vjen keq, po do të kundërshtoj. Po. Unë e kuptoj këtë që thua ti. Por prindrit nuk mund të jenë në mëshirë të fatit, o shok. Ti thua, unë nuk them në kohën kur janë të zotët për të jetuar, për të fluturuar, për të dalë, për të shijuar jetën e tyre. Ama kur vjen një moshë dhe ata nuk kanë mundësi, fëmia nëse se ka dëshirë, për mua e ka detyrim moral. Jo. Më vjen keq unë rritërin tani. Jo pse. Si jo? Jo se do ta hedhim poshtë atë që thua ti. Nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë. Thjesht do themi ato që duhet them. Po? Konfuci na mëson mos kërko të duan. Bëju i denj për dashuri. Shko sa fjalë e madhe është. Alma, është shumë e fuqishme kjo. Po, e mos kuptoj. kërko që të duan fëmijët e tu, por bëju i denj ti për ta që të duan dhe të respektojnë. Ndoshta problemi nuk është se fëmijët largohen, por se ne kemi frikë ti lëm ata të lirë, sepse ai fëmia mund të të ndihmoj edhe atje ku ti je. Nuk dua të them shumë për këtë temë sepse ti e di, por kur nëna ime kishte nevojë, unë e ndihmova dhe i vura 2 njerëz nga 24 nga 12 orë. Ishe në një mënyrë apo tjetrën ti ishe për të. Shiko, unë isha për te, por në radhë të parë është ajo që thot Konfuci, bëju i denj, pra nëna ime ishte e denj për mua, sepse edhe kur unë vraponja në jetën time, në Greqi, në Angli, ande e këtej, nëna ime ishte me mua. Pra, ishte një dashuri që unë kisha plus të tjerë që ndoshta të tjerë nuk e kishin. Sepse Konfuci thot, në fund thot, dashuria nuk është aftësi fizike, por një lidhje që nuk prishet nga as nga distanca. Neve sot, Alma, flasim dhe për dashurinë dhe themi, ku e gjete burrin më? E gjeta në Facebook. Domethënë e mohojmë këtë ne. Nuk është filozofia, nuk është dakord me këtë që neve themi, sepse njeriu tënd mund ta gjesh kudo. Mund ta kesh aty në shtëpinë tënde brenda, në lagje, dhe të jetë maskara, dhe mundet që ta kesh në Amerikë, ta njohësh nga interneti dhe të jetë i mrekullueshëm. Jam dakord, por kjo të gjitha këto nisen nga një probabilitet që mund të ekzistojë. Ne u rritëm me atë idenë tonë. Edhe kjo është e vërtetë. Ne u rritëm me atë idenë që sepse duke qenë dhe shumë të varfër, Alma, neve me të drejtë i mendojmë akoma gjërat, por në kohën e sotme gjërat kanë ndryshuar. Si kanë ndryshuar? Ti thua tani në fund dhe prindrit e mi do kenë nevojë për mua. Dëgjoj, një Amerikan, një Anglez, një Francez, një Gjerman nuk e ka nevojën e fëmijës së vet. Nuk po flas për dashurinë, po flas për nevojën ekonomike, se kjo na i përzien gjërat ne. Tjetër gjë dashuria
Unë nuk po flas për gjendjen ekonomike, Pilo. Ti mund të kullosh para, por në fund të fundit edhe ai njeriu që do vitë të kontrollojë ty, nëse nuk do të ketë një kontroll tjetër të jashtëm dhe ti di fort mirë, atëherë nuk do ta bëj punën siç duhet, nuk do të përkujdesi, do të lërja shumë. Për këtë jemi të sigurt sepse kemi kaluar. Po pikërisht pra, pikërisht. Kemi. Por që të bësh mbikëqyrjen është tjetër gjë, që të kesh dashurinë është tjetër gjë dhe që të bësh detyrimin është tjetër gjë. Mirë është të bëhen të gjitha. Bravo. Kupton? Mirë është të jenë të gjitha bashkë. Mirë po, në pamundësi, duke pasur unë nënën time në Shqipëri apo prindrit e tu ti në Tiranë, ti do të mundohesh ti ndihmosh sipas mënyrës tënde. Dora jote vërtet s'është atje. Por fjala jote është atje, ndihma ekonomike është atje, nuk është dora jote si dorë, po është dora e një njeriu që ti e paguan për të mbajtur prindin tënd. Në këtë prizëm e pata fjalën. Të gjithë këta shkencëtar ose filozof ose sociolog më tepër ka shumë shembuj konkret dhe për në Shqipëri. Të jetë e kuptueshme edhe për publikun e gjerë, Alma. Edhe prindri duhet t'i japi vlera reale, jo thjesht emocionuese. Domethënë, edhe prindri, me që është prind, nuk do t'i japi gjithmonë vetëm këshilla tek fëmijët. Pra, ashtu se Konfuci i lidh gjërat në mënyrë praktike, edhe prindi du ta shikoj edhe fëmijën, kur rritet flasim, praktikisht, edhe ta shikoj, edhe nuk është problemi ta kundërshtoj, si prind, me që unë jam prind, por duhet të jetë lakonik edhe ai vetë, të kuptoj çfarë po kërkon prindi. Të të bëj një pyetje, Pilo? Alma, do të them edhe këtë. Nëse ti vajzën tënde, vajzat e tua do t'i mbash si shoqe, si nene, kupton? Si shoqe, edhe ato do të ta hapen ty atë disi. Po. Do të thotë, më tha ky kështu ose këtë bisedë bëra me këtë djalë, apo se kam fjalën vetëm te morali, po dhe edhe pranë ekonomike të punës të njerëz tjetër. Ndërsa nëse ti rri rend si prind, sepse ti je prind edhe ti di më shumë, ai do mundohet të fshihet sepse nuk do kontradikt me ty. Edhe kjo është në dëm të dy palëve pastaj. Të them diçka, Pilo, gjithmonë vajzat i kanë trajtuar si shoqe, por në fund e mbyllja me shprehjen: mos harroni që unë jam nëna juaj. Shiko, kjo është e saktë kjo që thua, mos harroni që jam nëna juaj. Më mirë ti thuash që mos harroni se jam nëna juaj, se sa ti thuash, shiko, unë jam nëna, do bësh kështu. E shikon pra ndryshimin, vetë po e sjell ti ndryshimin. Pra, është ajo fjala e urtë e popullit ton, që është edhe kjo filozofike. Ka dalë nga populli, po dhe populli është filozof. Kush rrin në dardh, ha dardh, kaq. Pra, duke ndenjur mbi fëmijën tënd me përkujdesjen tënde, me autoritetin tënd, me dashurinë tënde, edhe atë e rrit në mënyrë më të freskët nga mendja, e bën më filozof, duke u rritur, e mëson si të lexoj, e mëson si të krijoj. Kur themi të krijoj, nuk flasim për poezi, por si të krijoj edhe në shtëpi. Si ta mësosh edhe vajzën tënde që kur është e vogël që të gatuaj. Ose t'i japësh dashurinë për librin. Të gjitha duke lexuar librin, atëherë gjen edhe rrugën për të dashur edhe nënën. Ky është mendimi im, ndoshta kam gabim. Po, domethënë duke i dhënë fëmijës dashuri dhe duke i treguar rrugët, jo duke i dhënë rrugët, sepse këtë e di ti më mirë se sa unë, që ata fëmijë që ti mban dhe i rrit ti si një nënë e mirë, dhe bën fëmijë të mirë në Angli, nuk po i rritin fëmijët e tyre. Prindrit e tyre, po. Prindrit e tyre, njerëzit e tyre, baballarët e tyre. Sepse nëse një baba ngrihet në mëngjes dhe ikën te puna dhe lë një djalë 18 apo 19 vjeç apo 20 vjeç të shtrirë në krevat, ai fëmijë normal që do bëhet dembel. Dhe nëse ti pastaj ja vë si detyrim kur ai rritet që duhet vetë në punë, ai thotë, "Am lëre hatën e baba." Po Pilo,
Pilo, dëgjoj se po të flet Sara këtu. Po të ka komentuar. Mami është gjithmonë mami, thot autoriteti arrihet duke u bërë shembull, ashtu fitohet respekti. Ata që tham, edhe e tha shumë mirë, se këta e thot edhe Konfuci. Thot, detyrimi ndaj prindërve nuk është dashuri. Pra, në këtë rast, këtë po thot edhe Sara. Thot, duke dhe në nëna shembullin, nëna është, si të them unë ty, të tërheq në jetë e së mirës. Edhe kjo është edhe një vërtet që unë të paktën që të njoh, e di shumë mirë që njoh edhe Sarën, edhe Stelën tënde. Sepse për moshën që kanë vajzat e tua dhe fëmijët e mi, se ja, unë për shembull fëmijët e mi janë të dy të martuar me fëmijë, nuk jetojnë me mua, jetojnë vetëm. Dhe nuk kërkoj prej tyre që ata të vinë ditë për ditë të tranzitojnë. Po prandaj ti flet kështu dhe unë flas ndryshe sepse unë jetoj me vajzën time. Jo, po janë në kushtet e tua ndryshe. E unë, shiko. Nesër, edhe kushtet e tua nuk do jenë si që janë sot. Sepse edhe vajza jote, kur të martohet, kur t'jetë shtëpi më vete, jo se nuk do të doj ty, por ndoshta Alma nuk do ketë kohë dhe të vi në qoftë se nuk ja ty të shikoj shpesh, sepse ka një fëmijë në përkem, do të vinë shkollë ta marri, do të vinë çerdhe ta marri, do t'i mësoj mësimet, do t'a laj, do t'i gatuaj, asaj dhe familjes. Janë shumë gjëra që në pamje të parë duken të thjeshta, por nuk janë kaq të thjeshta. Shiko si thot Sara, ama thot duam dhe dashurinë dhe ngrohtësinë, thot. I duam të gjitha, po ashtu siç i doni të gjitha, Sara edhe duhet t'i jepni të gjitha. Po pra, dëgjoj, këtu ka dhe një gjë tjetër të bukur. Në radhë të parë, se aty Sara e ka drejt këtu për këtë që po thot. Në radhë të parë, ajo thot, ne i duam të gjitha. Shiko, në qoftë se ajo nuk i merr të gjitha, nuk ka se si të t'i japi të gjitha. Pra, marrja dhe dhënia e të gjithave është e barabartë. Po pikërisht pra. Por në qoftë se ti hiqesh si nen, edhe thua që, shiko, këtu vendos unë, qelsin e shtëpisë e kam unë, dhe erdhi dita shtunë ti do rish këtu, nuk do vesh atje. Kjo pastaj nuk ka si të jetë e barabartë. Shiko, në këto kohë moderne, Pilo, këto që thua ti, kjo që theti nuk ka hiç vend, no, po nejse, gjithsesi. Po këto i kemi thjeshtësi, megjithatë, dua ta them këtë unë që megjithatë, edhe pse fëmia ikën, prindin prap nuk e zgjumi, derisa të vinë në mëngjes. Të do bëj një pyetje tjetër, Pilo? Patjetër. Mendo, mua nga janë kam vajzën, nga janë kam prindrit. A duhet të jem unë shembull me prindrit e mi tek vajza ime? Pra, unë do bëj këtë që t'i jap një mësim vajzës time. Kjo mund të them që është edhe domosdoshmëri, por dhe jo domosdoshmëri. E mira është që në qoftë se nga fëmia jot kërkon që të jetë i mirë me ty, normalisht që shembulli jot është ai që ti i tregon fëmijës tënd që ashtu siç kam unë marrëdhënie me nënën time, du ta kesh dhe ti me mua. Dhe kjo nuk ka absolutisht, kjo është një jo mësim dhënie, që është se po, jo një filozofi që është po, po është një praktik e cila mban gjallë dashurin mes njerëzve edhe sidomos mes prindërve dhe fëmijëve. Që t'i japësh një shembull është e mirë edhe në rrugë të madhe, jo fëmijës tënd. Shiko, deri në çfarë moshe kanë detyrim prindrit për fëmijët e tyre? Si mendon ti? Në qoftë se flasim për detyrim, jetë për mua, unë them gjithë jetës. Megjithatë, shkencërisht dhe filozofikisht nuk është kështu siç themi ne. Neve e themi këtë. Po prindërisht filozofi është. Dhe kemi të drejtë. Ne këtë që themi kemi të drejtë.
bile edhe kur rriten janë shtëpi më vete një. Edhe themi për shembull që shiko, nuk ka gjë. Ata të jenë mirë. Jemi tolerant, pra jemi të mirë kuptueshëm, jemi zemërgjerë. Por që faktikisht edhe shkenca ka vërtetuar që shkencërisht prindi ka një detyrim derisa fëmia shkon deri në moshën 18 vjeç apo deri 20 e ca vjeç kur mbaron dhe studimet e larta që quhen. Por në të vërtetë më bëri përshtypje një gjë. Më bëri përshtypje një gjë që do ta them si shembull. Një djalë në Shqipëri punonte në një restorant, e lexova dje në gazeta, dhe paguaj me 3 euro për orë në Shqipëri. 3 herë 8 24, domethënë 25.000 lekë, si më thënë. Dhe një ditë u bë në moshën 18 vjeç, 17-18 vjeç, u bë një biznesmen që kishte 35 veta në punë në Tiranë, në lokalin e tij. Dhe pa u thënur fare prindërve, vajti mori me vendimin e tij një kredi bankare, pa pyetur se çfarë do t'i bëhej nesër. Dhe doli i suksesshëm. Pra, edhe në një moshë 17-18 vjeçare apo 20 vjeçare, njeriu është i pjekur, këtu e kam fjalën unë. Pavarësisht se ne gjithmonë themi që ngadal, do ecësh, do ngjitesh, po ngadal. Shiko, ai që është i aftë. Edhe në të vërtetë, po të shikosh me vëmendje të madhe, të gjithë biznesmenët e mëdhenj botëror nuk janë ata që kanë mbaruar universitetet. Janë ata që e kanë filluar nga hiçi, normal që kanë pasur mendjen, kuptohet ajo punë. Që kanë arritur. Pra mund të themi që jeta vet është universiteti më i suksesshëm në jetën tonë. E vërtet. Shiko, kemi një ndjekës tu që thotë, mendoj që e ka shkruar më parë kur po flisim për kërkesat ndaj fëmijëve, mendoj thotë që ajo mund të quhet nuk mund të quhet kontroll thotë nga prindi, se është merak thotë. Jo. Shiko, këtu duhet ta ndajmë, ka të drejtë për atë që thotë, domethënë po duhet t'i ndajmë gjërat, sepse është tjetër gjë meraku dhe është tjetër gjë kontrolli. Unë do ta ndaj merakun nga kontrolli. Kur kisha fëmijë 16-17 vjeç, 18 vjeç, isha në Greqi në atë kohë. Mirë po, fëmijët e mi gjatë verës ishin në shkollë dhe gjatë verës punonin në për lokale. Se kishte turizëm Greqia atëherë. Dhe punët e tyre ata i mbaronin në orën 1 të natës. Në orën 1 të natës normalisht që unë do të isha në gjumë. Ai bie kështu, se do vjen punë të nesërmen. Po. Dhe unë i merrja në telefon në orën 2 dhe u thosha, ku je? Jam këtu në filan vend. Ose këtu në filan vend. Më ka qelluar që në ato kohra i jam ngritur dhe kam vajtur pa më parë ata. I kam parë që kanë qenë vërtet atje ku më ka thënë dhe me ata që më thanë. Kam vajtur në shtëpi dhe kam fletur i qetë. Ndërsa kemi bërë të gjithë, pra ky është meraku, ky është kontrolli. Ky është meraku. Ndërsa në qoftë se ti i thua, marrave punë do vesh shtëpi, nuk do vesh atje. Me shokët e tu. Ky pastaj është komandim. Ky nuk është meraku. No, okay, po shiko këtu. Kontrolli nuk ishte pra në sensin e komandimit. Kontrolli ishte pikërisht ai meraku për t'i kontrolluar vërtet janë duke bërë atë gjë apo jo. Bravo. Sepse droga ishte në përkëmb, pijet ishin në përkëmb, turistët ishin në përkëmb. Domethënë kishe frikë prindi, si më thënë. Ndërsa kur ti e dhunon mendimin e tij apo kërkesën e tij, ky pastaj nuk është me. Edhe po thot diçka aty tjetër, thot baba im thot, në këtë jetë laj borxhin, jetoj, jap borxh.
koha e sotme me të drejtë nuk e pranon këtë. Pse? Sepse babai punon dhe jeton për vete dhe për familje, kuptohet, por edhe fëmia jot kur të jetë baba do jetojë dhe ai për familjen e tij. Domethënë, Pra prindrit nuk hynë më në familjen e tij. jo, nuk është problemi se nuk duhen. Është ajo që thotë edhe Nuk konfuzion. hynë, thash, nuk bëjnë pjesë. Shiko, gjërat pastaj janë varen edhe nga marrëdhëniet që ata kanë, Alma. Sepse Ne në flasim në një familje normale ku në një familje unë mendoj që si e mendoj unë. Unë mendoj sot fëmijët e mi janë rritur, unë mendoj që ata kanë lirinë e tyre dhe dua prej tyre vetëm respektin, asgjë tjetër. Jo nevojë. Këtu tani ndryshon, sepse në qoftë se dikush që është në vendin tim ka më shumë nevojën, ata do t'i plotësojnë dhe nevojën. Piloto, të bëj një pyetje tjetër? Pa diskutim. Çfarë duhet të ruajmë patjetër nga modeli i vjetër i familjes? Janë shumë gjëra për të ruajtur. Neve si shqiptar kemi pasur shumë gjëra dhe mendoj që duhet t'i mbajmë në trashëgimin tonë. Në radhë të parë duhet të respekti dhe mirësia ndaj prindrit. Për temën që po flasim. Po. Edhe në qoftë se prindi e lëshoi një fjalë të gabuar, prindi është më i lodhur se sa ti. Sepse një baba 65, 6-7 vjeç që vetë edhe punon në ndërtim dhe që të ka bërë ty me shkollë dhe jetë e zyra, nuk është ai që kthjellët dhe i çlodhur sa që je ti, që je 30 vjeç. Mendoj unë. Ndonë se edhe ai baba është i kujdesshëm, por edhe në qoftë se lëshon një më shumë, domethënë ti duhet të jesh më i kujdesshëm ndaj tij. Jo se s'duhet të jetë baba i kujdesshëm ndaj marrëdhënieve që ka me të birin, me nusen e djalit, me nipat, me mbesat e të tjera të tjera. Por unë nuk jam dakord që të jetë vasal i tyre. Alma. Pilo, a ka ndikuar teknologjia në largimin emocional brenda familjes? Jo ka ndikuar, por dua të them që ka ndikuar thellë dhe jo mirë. Pse? Dikur, jo se do t'i kthehemi asaj kohe, po themi, shikonim gjithë familja një film. Filmi bëj edhe objekt diskutimi, si ngjarje, si familje, si marrëdhënie familjare, si dashuri familjare, në qoftë se kishte një temë sociale, në qoftë se kishte apo një temë tjetër. Ndërsa sot ti nuk e di as se ç'mendon, as se çfarë bën fëmia jot apo mbesa dhe nipi jot. Pse? Vajza ime, vajza jote, ka telefonin në dorë dhe televizorin në dhomë. Dhe edhe në qoftë se ti i thua hajde se të hash bukë poshtë, prit të mbaroj, thot, sepse pastaj hap. Po dalis do ham bashk, i thua ti. Sepse normalisht kështu i bie. Hati mama, thot, se unë ham mbrapa. Pra, gjithmonë largohet nga marrëdhënia me ty. Domethënë nga bashkë rendimi, nga bashkë bisedimi, nga dhënia një mendimi për një objekt, për një dëshirë për të ardhmen të familjes, apo të fëmijës tënd, apo të vëllait tënd, apo të nënës tënde. Domethënë kanë filluar gjërat, edhe kjo është një temë shumë e ka për shumë mirë këtë, dhe kjo është një temë shumë problem në kohën e sotme. Është një problem shumë i rëndësishëm, i cili megjithmend duhet këta sociologë që merren me këto tema,
unë mendoj që duhet që të ketë shumë emisione në mënyrë të një edukimi në drejtim të kësaj teme. Pilo, a është familja në krizë apo thjesht në transformim? Shiko, edhe kriza dhe transformimi, sipas mendimit tim gjithmonë, është një krizë. Sepse është një lloj si transformimi botëror që po bëhet sot në ekonominë botërore, në politikën botërore. Dhe çdo lloj transformimi vjen me dhimbje, çdo lloj ndryshimi. Pra, edhe në rastin konkret, transformimi, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, ka një luftë të brendshme, duke kërkuar terren, sepse e vjetra të zë për fustanit dhe nuk të le të ikësh. Se thot je mirë këtu ku je. Mirë, po ti që ke mendime më të përparuara, do që të ikësh, ta realizosh qëllimet e tua. Por jo gjithmonë duke kërkuar terren, jemi të sigurt që jemi duke ecur përpara. Mendimi im ky. Okej, dua mendim për një pyetje tjetër atëherë. Apo bëhemi më egoist në emër të lirisë? Jemi bërë dhe kjo po thellohet. Sepse dhe po ti flasësh sot, se gjithmonë e kemi temën te familja, kupton, dhe te prindit e fëmia. Po ti thuash një fëmijë që shiko, të keqë babai ose të keqë nana, duhet të bërë kështu. Oh, sa mbrapa ke ngelur ti baba. Unë kam mendimet e mia, jam i lirë unë. Shiko, i lirë në këtë botë, Alma, nuk është askush. Sepse ti je i lirë, por nga ora 8 në mëngjes, deri në orën 4:30, 5 mazditë do jesh në punë. I lirë je ti. Po do bësh atë punë që të thot ai atje. Në orën 4 do ikësh nga puna, je i lirë ti. Por do vesh të marrësh fëmijën tëm në kopësht. Në orën 6 ti je i lirë, s'të thot njëri gjë. Por do vesh të psonisësh, po duhesh të hash nesër. Deri në 7. Në orën 7 ti je i lirë, por ti duhet të gatuash, se 2 fëmijët e tu do hanë, do të lash rrobat, do të akurosësh. Pra, shiko, liri në këtë botë, kush mendon që ka një liri të pakufishme, nuk ka liri. Dhe as nuk mund të ketë, nga forma dhe mënyra se si vetë marrëdhëniet njerëzore janë krijuar. Ndoshta, pas gjithë kësaj bisede nuk kemi nevojë më për shumë përgjigje. Kemi nevojë për një kujtesë që prindrit nuk janë rrënjë që na mbajnë peng, por toka ku kemi marrë forcë për të fluturuar. Dhe fëmijët nuk janë det që duhet i mbajmë në dorë, por jetë që duhet të mësojmë të rriten drejt dritës. Mos prisni që dashuria të vijë si detyrim, sepse ajo, kur vjen me zor, nuk ngro. Telefononi sot, jo nga faji, por nga malli. Përqafoni, jo sepse duhet, por sepse doni. Dhe nëse jeni prindër, mos e matni dashurinë me sa ju qëndrojnë pranë, por me sa lirshëm kthehen tek ju, sepse në fund njeriu nuk kthehet aty ku është i detyruar, po aty ku ndjet i pranuar. Dhe ndoshta kjo është e vërteta më e bukur që mund të marrim me vete sonte. Dashuria nuk kërkon të mbahet, ajo kërkon të kuptohet. Alma, i ke thënë të gjitha. Ato kanë vlerë, nuk janë kur larg nëse i mbajmë gjallë në zemër. Një fjalë urtë popullore thot bukur, e jona. Po të bisha, po ti bëhesh edhe një herë nuse, di unë se si nuseroja. Pra, edhe unë sot, kur flas për të gjithë, po ti kisha prindrit gjallë, dija unë, jo se respektova, por
do kishin një respekt të tarefisht në krahasim me ata që morën kur ikën. Ajo fjala e madhe, Alma, që dua nuk është se nuk dua të më duash, por dua të më vlerësosh për atë që unë të kam dhënë. Jo si një detyrim që shiko, babai im është ai tani, ai u lodh për mua dhe tani unë do ta mbaj atë. Jo, por edhe babai, edhe pse është e lodhur gjithë jetën, filozofët thonë që edhe ai në fund të jetës të tij do bëhet edhe ai një filozof që ti të lexoj lëvizjet e tua, familjen tënde, jetën tënde, dhe do të veproj jo sipas një detyrimi që ti ke për te, po sipas mënyrës dhe asaj që ai shikon ndaj teje. Çfarë ti them unë tani djalit tim 40 vjeç dua je babanti. Ai ka fëmijë nga 10 vjeç. Më kupton? Nuk është me tenur kjo punë tani. Kur ai është 10 vjeç vet, duhet ta edukoj me atë ide. Ndërsa sot thjesht është ajo që tham, babai vete e shikon se sa e respektojnë, edhe ikën me mendimin e mirë apo me mendimin e keq, e di ai. Dhe më mbrapa, nëse ai vjen prap në fund të javës, duket që ka mbetur i kënaqur, dhe në qoftë se ti ke mbetur i kënaqur prej ti, i bie telefonit edhe i thua, baba më prit se ditën e shtunë do dalim ta pim kafen bashkë. Pilo, si mendon ti, a ndikojnë bashkëshortet në këtë lidhje prindër fëmijë? Nuk mund të them që nuk ndikojnë, por shumë herë këta neve prindrit, ne të mëdhenjt që mund ta quajmë të mençurit, ja veshim si kostum nuses, dhe nuk ja veshim si kostum djalit ton. Ky është mendimi im. Sepse jam dakord me ty. Po kur ti vete aty tek djali, tek vajza, sepse e njëjta gjë është edhe ti kur vete te dhëndri. Si te djali, si te dhëndri, nusja është vajza shtëpisë, themi neve në gjuhën shqipe. Po edhe dhëndri. Po neve nuk themi siç thon ti branët për shembull, që neve dhëndrin e çojmë për dru. Ti boll këtë fjalë të fortë. Edhe këta nga jugu më duhet se thon dhëndri e ka vendin në fund të shtëpisë, apo jo? Shiko, është patjetër kuptim në fund të shtëpisë, jo se është i fundit i shtëpisë. Duke qenë një djalë shtëpie, ai është në fund për të shërbyer të tjerëve. Se kisha kuptuar. U bëra kaq se kisha kuptuar në këtë. Jo, shiko, kjo ka kuptim të thellë. Domethënë, ai rri në këmbë atje në fund, sepse u shërben këtyre njerëzve, se kush do të shërbej? Po, jo djali i shtëpisë, dhëndri. Djali vete për dru tek ne. Djali vete për dru tek ne. Nuk është djali aty është babai. Ndërsa dhëndri, e shpjeguar kështu më pëlqen më shumë. Jo, kështu është filozofike bile. Shiko, edhe ata që e thon nga veriu, e thon qëllimisht, nuk e thon për ta fyer, e kupton? Sepse po të marrësh konkretisht gjërat, unë jam dhëndër tek ti, ti je dhëndër te unë, njëjta gjë është. Dhe ana tjetër është edhe ajo, se sa i mençur je, sa filozof je, sa i mirë je, varet dhe nga vetë ti. Se si ja bën vendin. Në qoftë se ti ja bën vendin, ke zënë vendin ti. Por ndodh për shembull që se e njëjta gjë është, po bëj një krahasim, si më thënë, ose një barazpesh. Në një vend vete drejtor njëri që meriton, në një vend tjetër vete drejtor njëri që ka hallën deputete. Të dy janë të nderuar ata, sepse edhe ky që është i paaft, që e ka vënë ajo deputetja, nuk i thon njëri fjalën e keq, edhe këtij mirë i thon tërë. Por nuk është ai, e bëjnë të tjerët punën nëm tek dhe meritat i merrej. Ndërsa në rastin konkret, kur ti je i aftë dhe i Zotit, në shtëpinë tënde po flasim,
s'po flasim në ndërmarrje, je i Zotit ti, di ti që bën me shpinën tënde. Dikush vazhdon të na shkruaj. Unë mendoj që është mikesha ime Kela, po nuk jam e sigurt. Sa shumë e kam shqyar këtë bisedë, është kënaqësi edhe për ne që kemi qenë kaq të dobishëm në këtë emision dhe kaq të këndshëm të themi. Dhe Pilo, mendoj se kemi arritur në fundin e emisionit. Po. Mes traditës, po, më thuaj. Po do jap edhe një mendim. Jo pa qëllim, unë e ti, nuk kemi zgjedhur ato tema, jo se nuk bëjnë, por që të zgjedhësh një temë, një poezie, të zgjedhësh temë të një muzike, jo se s'duhet zgjedhur. Por unë mendoj, ose mendoj se i kanë janë të ezëruara tashmë. Tema janë më tepër të nevojshme sot. Në këtë kohë, mendoj unë. Ose mendojmë bashkë, sepse bashkë i kemi bërë. Mes traditës të modernes, mes dashurisë dhe pavarësisë, secili prej nesh ndërton mënyrën e vet për të qenë pjesë e një familje. Faleminderit që ishit me ne në këtë reflektim. Na ndiqni çdo të martë në Kritika në 60 minuta. Mirupafshim dhe një mbrëmje të qetë nga unë Alma. Natën e mirë Alma edhe bashk, natën e mirë edhe dëgjuesve dhe shikuesve tanë. Ne gjithmonë do të mundohemi që temat tona të jenë sa më sociale, sa më pranë familjes, sa më pranë fëmijëve, sa më pranë dijes, edhe sa më pranë shoqërisë. Natën e mirë edhe nga ana ime. Natën Alma. Natën e mirë.